Ne kërkojmë qartë ulje të menjëhershme të taksave mbi derivatet e naftës, në mënyrë që çmimi të reflektojë realitetin ekonomik të qytetarëve dhe jo vetëm interesin fiskal të qeverisë. Kërkojmë masa konkrete dhe të drejtpërdrejta për mbrojtjen e bëgjve dhe prodhuesve vendor, përfshirë subvencione shtesë dhe mbështetje për inputet bazë në këtë sezon kritik. Kërkojmë një plan emergjent të qartë dhe të matshëm për përballimin e rritjes së çmimeve që garanton stabilitet për qytetarët dhe bizneset. Po ashtu, kërkojmë fuqizim dhe vënje në funksion të plotë të institucioneve të mbikëqyrjes së tregut. Kjo qeveri nuk e ka vullnetin për të bërë asnjë ndryshim për sa i përket lehtësimit të barrës tatimore për qytetarët. Nga ajo që ka thënë ministrja, shihet që nuk është as opsion e as nuk është duke u konsideruar një veprim i tillë në kohën kur të gjitha shtetet e rajonit tashmë veç se kanë ndërmarrë masa për të lehtësuar barrën tatimore për qytetarët. Një standard që ka kriju kjo qeveri është se kur i duhet për interesa zgjedhore, për interesa të ngushta partijake, gjejnë mënyra për të sfiduar ligjet, mirë po kur nuk e kanë vullnetin t'i dalin në ndihmë qytetarëve, atëherë fshihen pas ligjeve. Kosova ka hyrë në një valë të re të rritjes së çmimeve. Pas rritjes së madhe të çmimeve që ndodhi që nga viti 2022, qytetarët e Kosovës tani po ballafaqohen edhe me një valë të re të ashpër të rritjes së çmimeve, e cila tani po nxitet kryesisht nga rritja e çmimit të naftës. Sot çmimi i naftës në Kosovë ka arrit në rreth 1 euro e 80 cent. Kjo është shumë, është e papërballueshme për vendin me të ardhurat më të ulta në Evropë. Dhe në një situatë të tillë, ekonomia ka nevojë për dorën e shtetit. Qytetarët kanë nevojë për mbrojtjen e shtetit kundrejt çmimeve që çdo ditë më shumë po gryejnë standardin e tyre të jetesës. Mirë po, ajo dorë e shtetit nuk po shihet, sepse ata që sot e qeverisin Kosovën janë po të njëjtit që e kanë qeveris edhe në vitin 2022, kur lejuan që vala e inflacionit të shpërthente lirshëm pa asnjë reagim nga qeveria. Këtë po e bëjnë edhe sot, duke qëndruar spektator kundrejt një rritje të ashpër të çmimeve që po ndodh,